Pesh në votimeve që u bonë që dashte dhe ka fitua krejt populli Kosovës. Jo veç Albin Kurti, po krejt populli Kosovës, harta Kosovës, toka Kosovës. Ka ekziston, ka fitua. Edhe jemi të lumtën edhe ka më shkuet të një jetën veç për para. Jo një hapë më rapa, po 3-4 për para, veç për para. S'ka krejt, ata i dinë qka ka, janë përmisume, janë për para, veç për para janë. S'ka qka me përmisua, më rapa s'kalon kur gja. Krejt përmisimet janë për para. Aj zotin, kur ma mirë së konë, kur? Albin Kurti ka fitua me laps, me trunin, me dionin. Skënderbeki ka liftua me shpat, ka liftua me laps. Për krejt popullin shqiptarë, nuk ndallon. Kushon që jeton kufin në Kosovës, në hartën e Kosovës, e ka njajtë. Ajo maj ngrit një për që tash për tash, maj nalti është në karierën e tina. Presim që qeveria e cila këtër ka fitu në mënyrë plebiscitare, sa më shpejt me formu institucionet dhe me fillu funksionimi i shtetit, me përfitu qytetari i Kosovës dhe uroj që mos ketë blokada qëfar e ka pas vit këtë vit, uroj që sa më shpejt të isha edhe pozita dhe opozit që bashkëpunojnë, s'tuhet mu dash, s'ka nevoj as mu përqaf, po s'paku për që gjëra madhore, shtetërore, t'jenë të një mendimi edhe të ecim tutje, sepse Kosova ka potencial shumë të madh. A mendoni që 2025 ta ka qenë viti humbur? Absolutisht, si shtet, po, kur shteti dhe politika kanë probleme si kurse ka pas, atëherë fatkeqësisht ne jemi vendi i vogël dhe fëmija mirën me politikë të ne, mos flas për të rriturit, atëherë ka qenë një vit jo i mirë, absolutisht, por kam shumë shpresa që ky vit tjetë vit, unë këmë thonë, kjo është shekulli i shqiptarëve, shekulli 21 pa dyshim. Inshallah ma mirë bëhet, se dash zoti, e ma mirë se si që kjo, mos harrot, inshallah s'na bjen me harru. Kalofshit mirë. Shpresa ekziston të naja, gjdo kuh. Nuk vdes e fundit vdes ajo, dhe kam bet ashtu na për me dash zoti që ta mu shmet një mas pari këta që kem votu për ta. Mes me punu se ku kanë punu dhe i tash me blokada, me inate, me këto atër edhe populli, vetë me reflektua për marë se jo si dhe i tash me jo po shkoj po votojnë në madest filan vistekut se jo burri mirë kajtë. Ka kalu koha e vjetër që të shkojmë vrapojmë mas ati që ka merita, kvazi merita si të temi ashtu, po të shkojmë ka aj që ka ide, që ka programe, që ka vizion për zhvillimin e Kosovës, për përpahimin, për ekonomi më të ndryshme, prosperitet, për rinin, ka qenë humbur. Shumë kemi humbë me vitin 2025, është diçka e pa kuptueshme, një legjislacion më shkue, me inate, po gjithë kanë faj. Edhe këtu, po thëmë, inshallah që ta që jënë gjithë, që ta shumë din me reflektu tash. Po në 2026, në pres që kam pas ndryshime bukur të mëdha, sepse si mas asaj që ka keni ndëgju Kurtin, ajo është një lider, është një njeri që i plëcën dëshirat e njerëzve, sidomos të atyre që kanë nevojë ma shumë që sa tjertë, edhe ajo do t'i rregullon diçka gjëra, thashë do t'i rregulloj çmimet, edhe nëse i rregullon çmimet, edhe rrymen, deri dikun, atëherë neve na lejon në leton jetesën. A unë personalisht, jura i çdo të mirë, çdo njeri, prej fëmijëve e deri të pleqve.